Në vazhdën e takimeve dhe aktiviteteve kushtuar 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit në vend, mëftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari priti në një vizitë arcipeshvin e Shkodër Pult Imzo Giovanni Peragjina. Takimi u zhvillua në ambientet e xhamisë së Plumbit, një monument i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore dhe fetare të qytetit. Bashkëpunimi edhe harmonia e vllaznia e bashkëtesa në mesin e qytetarëve muslimanë të krishterë, por jo vetëm në këtë tokë, të vazhdojë kështu përgjithmonë. Nuk është vetëm një përkujtim, por është diçka që na bën të mendojmë çfarë do të thotë çlirimi. Dy krerët e komuniteteve fetare të Shkodrës theksuan gjithashtu rëndësinë e vlerave familjare, duke ndarë një qëndrim të përbashkët në mbrojtje të institucioneve morale që përbëhen bazën e shoqërisë. Parlamenti shqiptar edhe klasa politike në këtë rast ka reflektuar si duhet edhe do të respektoj tabanin edhe nuk do ta pres në besë tabanin e këtij komi dhe këtij vendi për interesa cinike. Unë e kuptoj edhe politika, flitet për politikë, integrimi në Europë, jemi të bindur që familja, njeriu është i krijuar sipas vullnetin e Zotit. Ky takim vjen si një shembull i bashkëtesës fetare dhe harmonisë ndërmjet komuniteteve në Shkodër dhe mbar vendin.